ishte njëra, te Kulla Eiffel dhe kishte bëj foto kështu, edhe duke 3 herë më e gjatë se unë, aq sa kur e pash tash po mbi kështu sipër, edhe thoshte shqyr u hap koha në Paris. Natyrisht, nëse ti i ke gjitha mundësit të shkosh çdo fundjavë, sa në Paris, e sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk ke pse i thu shqiptarëve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit, atje nuk du të shoh asnjë ndërtim, atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini, edhe do dalë kështu në profil, tak, edhe me atë fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në protestë tonë, inshallah po i kputet lidhja. Ta shohim tamam flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Dynja e madhe me like. Kjo tjetra kishte i stil tjetër. Para se të fliste për natyrën, edhe për flamengot, edhe për shporru e dirama, kjo nxirrte kremra. Që ti kur futesh atje që të bësh solidaritet për zojt, të kapsh edhe në një krem që e i bën reklam kjo. Kremra fytyre. Pak të muzi fytyre mu dukun se kush e di se çfarë tjetër fërkohej me ato. Dakord, më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjithë ata që e bëj fytyrën me krem. Po Shqipërinë nga çfarë do ta duan me mbrojt ta. Imagjinoni këto atëherë duke bë kështu, duke bë nga këto reels me gjeneratori këtu poshtë grrrr. Edhe duke dalë kështu e thu çfarë po i lu. Grrrr. Edhe s'bëshin dot. Po këto video, e këto selfie, e këto foto, e këto gjitha bëhen në këtë Shqipëri. I thash një personazhi kishte dalë dhe ai. Ato e njoh. Ori thash më hiq një kuriozitet, pse dole më? Pse dole më? Pse deli? Ç'a ke? Ç'a shqetësimi ke? Hajde më se ti ke muhabet me më byt më, hajde më pyet çfarë shqetësimi ke? Ç'a po ndodh këtu? Ta shpjegoj unë, pastaj po s'më mësove dil. Po jo burrta tash po le tash se s'është puna ambienti ajo tash. Po ti ç'a ke? Po shikota se ata kanë shqetësim. Mor ata i kuptojnë ti ç'a ke? Ti ç'a ke më vlla? Jo dha se shikota se ore tha shiko tani tha unë tha kam më vlla Instagrami tha. Po aty bëhet nami me like me followers, si ti lej unë ata më vlla. Këta rrin dalin atje që të marrin më shumë followers dhe më shumë like nga këto që se është konkurrencë atje, shkojnë me mbledh misër atje. E kuptoni se ku jemi apo jo? Atë që kemi ndërtuar në gjithë këto vite, ne nuk mund ta lejojmë kurrë që të bëhet si kala e Rozafës. Ju nuk mund të thoni anullo projektin kur projekti është duke u punu.